Profesor, ka pasur një takim mes Edi Ramës dhe Alex Sorosit në Dhërmi. Pse ky afrimitet, le të themi, me Sorosin në një kohë që dije që Rama po tenton të afrohet me Donald Trump? Fakti që Rama takohet me Alex Sorosin do të thotë që ai është peng i Sorosit. Nëse Rama do të ta kishte jetike afrimin me Donald Trump, dhe deri tani unë kam menduar që ai e ka jetike një gjë të tillë për të mbajtur pushtetin, sepse qëllimi kryesor i Ramës është pushteti, prestigji dhe pasuria, lakmia, por kam përshtypjen se mund të jetë edhe diçka ndryshe. Mundet që Rama të jetë një kal troje, ose dëshiron të bëhet një kal troje në grupimin e Donald Trump, sepse ti shesësh ishullin e Stazanit dhe Zvërnecin, dhëndret e bajzës së Trump, ose t'ja falësh më sakt, dhe ndërkohë të mbash lidhje të ngushta me armikun më të madh të Trumpit, George dhe Alex Soros, do të thotë që ka një agent të saktuar, ka një projekt të saktuar, ka një program të saktuar, sipas cilit Rama duhet të luajë me dy porta, minimumi me dy porta. Dhe kësaj Rama përpiqet, ose ka edhe një përpjekje tjetër, që Rama ta bindë Sorosin, që është e nevojshme edhe për Sorosin që Rama të bëhet të afrohet me Donald Trump. Dhe këtë bindje ai e ka të nevojshme dhe domosdoshme, sepse dihet tashmë që Rama është peng atje, siç e thash në fillim, dhe duke qenë peng Sorosi, nëse Rama merr veprime të njëanshme të pakonsultuara me Alexin, që tashmë është mëkëmbësi i teatrit të tij, atëherë Rama do të paguajë koston. Koston e paguën mbi bazën e asaj çfarë ka në dorë për Ramën Alex Sorosi, dhe Alex Sorosi ka në dorë gjithçka për Ramën. Ka në dorë gjithçka. Ka dokumente, prova, dosje, fakte të cilat nuk i ka askush tjetër. Për pasojë Rama është i detyruar të ruajë një lloj ekuilibri ose spaku të marrë leje tek Sorosi për të vazhduar idenë e afrimit të tij me familjen Trump, sepse me Donald Trump është pak vështirë. E dyta, duhet të them se ndoshta kjo politike Donald Trump është shkaku dhe, si thuaç, ka ndihmuar dhe ka lehtësuar zhvillimin e demokracisë në Shqipëri dhe protestat në Shqipëri. Sepse nëse nuk do të ishte Sazani dhe Zvërneci, vështirë se do të fillonin këto protesta, të paktën në kohën e duhur. Mund të fillonin, por mund të ishte shumë vonë. Tani jemi ende në kohë. Protesta vazhdon, protesta është e përditshme, sot është dita 80 ditë në shesh nuk është pak, nuk ka, thash edhe një herë, për mua rëndësi numri, rëndësi kanë parullat, rëndësi kanë motivet, rëndësi ka, si thuash, misioni dhe idetë që shfaqen në këto protesta. Dhe më rëndësishmja është se në protestë duket që nuk do të ketë kompromis me kryeministrin e Shqipërisë përveç se dorëheqjes së tij. Ai jep dorëheqjen Rama. Për mendimin tim, edhe sikur 500.000 veta, siç tha ai, të grumbullohen në Tiranë, ai nuk e jep dorëheqjen. Çfarë do të bënte që ai ta jepte dorëheqjen? Pra kush janë ato veprime, vendime? Tre faktorë që atë e largojnë nga skena politike. Protesta shërben për të zhbërë mitin Rama, për ta nxjerrë Edi Ramën në publik ashtu siç është. Protesta shërben që publiku të kuptojë që nuk ka të bëjë me një Edi Ramë i cili shitet si një patriot, si një shtetar, si një lider të cilit i dhimbset Shqipëria dhe qytetarët e Shqipërisë, por shqiptarët kuptojnë në këtë rast se kanë të bëjnë me një lider i cili ka trahtuar interesat e tyre,
ka tratuar dhe interesat atë dhut, ka tratuar gjithçka, ka tratuar parimet për të cilat ai ka luftuar në vitin 2013 për të ardhur në pushtet. Ka tratuar çdo gjë, çdo fjalë që ka thënë deri më sot, të tjerë, jo të shqiptarëve. Ka tratuar besën për cilën ai flet, dhe zakonisht njerëzit flasin për një nocion kur nuk e besojnë atë nocion. Edi Rama flet për besën sepse e di që spekulon. Është ai që i pari dhe kryesori që nuk beson, nuk ka besë. Më thoni një bashkëpunëtor të tij të ngushtë, të cilin ai e mban për shkak të parimeve apo të misionit për ndërtimin dhe zhvillimin e Shqipërisë. Të gjithë bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë me të për shkak se janë të gatshëm të kryejnë akte korrupsioni, të vjedhin, të shkatrojnë, grabisin këtë vend që ne na kanë trashëguar të prindërit dhe gjyshërit tanë. Në këtë aspekt ne nuk dim dhe nuk njohim një Edi Ramë që ka besë. Nuk ka besë. Një njeri që nuk ka një mik, një shok, një njeri të cilët i kundërvijnë ata që nuk pajtohen me parimet e tij pavarësisht se kanë qenë miqtë e tij, një njeri që pajtohet vetëm me Belina Ballukun, sepse e ka marrë peng atë, atëherë do të thotë që ky është i pabesë, absolutisht. Në këtë aspekt mendoj që protesta ka një rol të veçantë për opinionin publik të brendshëm. Faktori kryesor është faktori ndërkombëtar. Nëse faktori ndërkombëtar do ta vazhdojë izolimin e zotit Rama, atëherë bëhet një faktor determinues për largimin e tij. Izolimi ka filluar në Ankara. Meloni, mikja e ngushtë e Edi Ramës, nuk guxoi të jap dorën. Edi Rama qëndroi në karrikën e tij dhe nuk u ngrit kur të gjithë të tjerët vinin vërdall nëpër sallë duke takuar njëri tjetrin, sepse protokolli i kishte thënë ti nuk duhet të lëvizesh nga vendi. Mbasi e kishte të ndaluar të takonte cilindon nga udhëheqësit e NATO-s përveç mikpritësit Erdogan dhe organizatorit Mark Rutte. Prandaj dhe aty për mua ka filluar izolimi total i Edi Ramës. Nëse ky izolim do të vazhdojë, do të thellohet, do të forcohet, atëherë ky faktor do të bëhet determinues për largimin e Ramës. Së treti pastaj do të vinë dhe duhet të vinë në lojë SPAK. SPAK-u ka dosje pafund për Edi Ramën, ka fakte pafund, lere se çfarë thot kreu i SPAK. Se ne nuk kemi prova, ne nuk hetojmë dhe nuk dënojmë njerëz me opinione. Ka prova pafund, ka telefonata pafund, ka inkriminime pafund. Le të marrë SPAK dhe të gjykoj vetëm një rast. E ka në ndjekje penale Artur Shehun SPAK? Para 3 vitesh e takoi Artur Shehu në zyrën e tij Edi Ramën bashkë me përfaqësuesin e kartelit të drogës meksikane Sinaloa? Nuk u dashka me pyet Edi Ramën pse e takove? Është ky Artur Shehu që i dha 30.000 metër katror atij komandantit të Guardia di Finances i cili kontrollonte sipërfaqet e mbjella me kanabis në Shqipëri? Ky është. Pse ju dhan ta 30.000 metër katror komandantit të Guardia di Finances, me cilën Edi Rama justifikohet se ajo thot se 99% e sipërfaqes së Shqipërisë nuk është e prekur nga kanabisi në kulmin e kultivimit të tij. Ju desh sepse Guardia di Finanza ishte ngarkuar që të raportonte në institucionet ndërkombëtare dhe sidomos evropiane sa i përket përhapjes dhe kultivimit të drogës në Shqipëri dhe duhet korruptuar. Edi Rama duhet marrë në pyetje se ka korruptuar të gjithë zinxhirin evropian deri te Marta Kos. Duhet marrë në pyetje për McGonigal, duhet marrë në pyetje për shumë afera të tjera. Por kreu SPAK thot s'ka fakte. Tani pse nuk e merr në pyetje? Sepse këta dy faktorët e mëparshëm, protesta dhe faktori ndërkombëtar,
duket nuk e kanë bërë presionin e duhur ndaj SPAK. Presioni duhet rrit ndaj SPAK. E rrit protesta dhe do të arrit në vjesht maksimalisht, besoj unë, do të arris edhe faktorin ndërkombëtar dhe përfundimisht ndoshta Edi Rama mund të jetë i pari kryeministër që arrestohet në zyrën e tij duke qenë në detyrë. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për të parandaluar një luftë civile në Shqipëri. Shqiptarët nuk do t'ja falin Edi Ramës shitjen e atë dheu. Mund t'a falin pa aftësi, mund t'a falin gabimin, mund t'a falin një dëm shumë të madh që i ke bërë vendit për shkak të pakujdesisë. Por nuk të falin veprimet e qëllimshme për ta shitur atë dheu. Nuk t'a falin kurrë. Dhe nëse nuk do të kryejnë punën edhe këta tre faktorë, jam i bindur që do të vijë një moment që do të shkohet tek konflikti civil. Jam shumë i bindur. Nuk do të lejohet Edi Rama të shes Shqipërinë. Do të pengohet detyrimisht dhe pa dërma. Ndryshe Shqipëria zhbëhet dhe përfundon historikun e saj në qeverisjen e Edi Ramës. Na bën Edi Rama sot. S'kemi as luftë, s'kemi as një kërcënim, s'kemi as një krizë të jashtëzakonshme që ka prek Shqipërinë dhe botën. Jemi në një gjendje krejt normale prej 13 vitesh, por ama hemoragjia e njerëzve është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Më shumë se sa Kosova shumë më tepër se sa Kosova në vitet e luftës dhe të genocidit serb mbi të. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë se ka një mision, ka një agjendë, ka një projekt i cili konvergon me interesat e Edi Ramës dhe të miqve të tij të huaj apo me miqtë e tij serb sidomos. Të shpopullohet Shqipëria, të zhbëhet Shqipëria, të shkatërrohet Shqipëria, të mos ekzistojë Shqipëria. Mos ekzistenca e Shqipërisë, unë besoj tashmë plotësisht se është qëllimi, ideja, misioni dhe detyra e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Në këto kushte, nëse shqiptarët nuk e kuptojnë këtë dhe nuk mobilizohen për ta përzënë të kryeministën nga qeverisja e vendit, atëherë Shqipëria do të rrezikojë të shkojë në humner. Imagjinoni, janë 200.000 apartamente në tërë Shqipërinë të pashitura. Mbahen peng. Një udhëheqës i cili punon për qytetarët e tij bën që ndërtimet të jenë në përputhje me nevojat e qytetarëve të tij. Pse ndodh në të vetmin rast në botë që më shumë ndërtimet apartamentet janë të pashitura se sa të shitura? Ndodh sepse ka një projekt për të shit të apartamentet tek të huajt. Jo rastisht ka ndryshuar të gjitha ligjet. Po jap edhe një shembull. Është bërë projekt ligji për shitjen e tokës bujqësore. Por para 6 muajsh, kryeministri i Shqipërisë ka nënshkruar 12 kontrata me kompani të mëdha të huaja që t'u shes atyre 120.000 hektar tokë bujqësore. Ligji po ndryshon tani, por marrëveshjet janë bërë para 6 muajsh. Kryeministri i Shqipërisë bën marrëveshje për shitjen e Shqipërisë tek të huajt dhe pastaj me fuqinë e kartonave ndryshon ligjet dhe bën ligje për shitjen e territoreve të Shqipërisë për të huaj. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ka një mekanizëm, një agjendë dhe një projekt që Shqipëria të bëhet pronë të huajve dhe jo shqiptarëve. Fakti që shqiptarët kanë humbur shpresën dhe shpresën e kanë humbur jo rastësisht, por qëllimisht që ata të mos besojnë më në vendin e tyre, dhe fakti që këtu bëhen përpjekje të vazhdueshme dhe krijohen komoditete të tilla që të huajt të vinë pa pengesa, kjo nuk ka asnjë arsye tjetër përveç se qëllimeve dhe misioneve, agjendave për ta shpopulluar, zhbërë, shkatruar dhe ta bëjë Shqipërinë inekzistence në hartën politike të Europës. Kjo është një e vërtetë të cilën duhet ta njohë dhe ta di çdo shqiptar.
Nëse do ta kuptojmë këtë, shqiptarët jo vetëm do të dinin protestë, por do të ishin gatshëm të jepnin jetën për këtë vend. Sepse Shqipëria nuk është vetëm e brezit tim, as e brezit të fëmijëve të mi. Shqipëria është e gjithë brezave që kanë shkuar dhe duhet të jetë e të gjithë brezave që do të vinë pas nesh. Profesor, duket sikur kriza në Kosovë nuk po mbaron dhe vendi po shkon përsëri drejt zgjedhjeve të reja. Çfarë po ndodh realisht? Kosova po kryen atë rit të cilin e ka kryer prej 2025-ës e deri më sot. Nga shkurti i vitit 2025, pra për më shumë se një vit e gjysmë do ta quajmë. Është një ritual i cili sigurisht nuk i bën nder Kosovës, është një ngërsh politik që pengon krijimin e institucioneve. Fatkeqësisht kjo vjen jo vetëm për shkak të përçarjeve politike midis fraksioneve politike në Kosovë, midis grupeve parlamentare, por vjen edhe për shkak se kushtetuta është ndërtuar e tillë dhe për më tepër se gjykata kushtetuese për mendimin tim ka bërë një interpretim shumë të gabuar të pjesëmarrjes në parlament në momentin e votimit të raundit të tretë për presidentin e Republikës. Nëse do të thuaj që presidenti zgjidhet me 2/3 e votave në 3 raunde, do të ishte më fair, më mirë, më e rregullt, se sa të thuash që jo, nuk zgjidhet me 2/3 e votave, por ama 2/3 duhet të jenë në parlament. Çka do të thotë? Se kushtetuta imponon vullnetin e deputetëve të Kosovës. Derisa një president në raundin e tretë, siç ndodhet edhe në Shqipëri, zgjidhet me shumicën absolute të votave, 50% plus 1, do të thotë që është artificiale, do ta quaja faktin që gjykata kushtetuese përcakton pjesëmarrje të 80% Profesor, të 80 deputetëve. më falë që ndërpres. Pikërisht këtë duhet të theksoj unë, se në Shqipëri, po themi, raundi i 4 është për zgjedhjen e presidentit është një raund për të çliruar krizën politike, pra për ta zgjidhur si krizë politike. Dhe në raundin e 4, presidenti i Shqipërisë zgjidhet, po themi, me shumicë të thjesht votash, pavarësisht se sa veta janë, nuk duhet domosdoshmërisht të jenë, po themi, 84 deputet që të zgjidhet presidenti. Po në Kosovë, pse ka ardhur që edhe raundi 4 është po aq i rëndësishëm, pra duhet po aq vota, ose pse votësh ajo nëse ti je prezent. Se ai që ka ndërmend me bojkotu zgjedhjen e presidentit, mjafton të mos jetë prezent, edhe e bojkoton zgjedhjen e presidentit. S'ka nevojë me qenë prezent dhe me votu kundra, mund të mos jetë prezent dhe nuk zgjidhet presidenti. Pra pse arritëm deri këtu ne? Pikërisht ky është problemi. Këtu është ngërshi. Nuk është ngërshi tek mosmarrveshjet dhe sepse në fundit ka një fitues në Kosovë. Dhe fituesi është i njohur tashmë. Nuk mendoj që mund të ishte fitues dikush tjetër, por praktikisht është vetëvendosja dhe Albin Kurti me koalicionin e tij. Në këtë rast çdo fitues do të duhet të kishte të drejtën të zgjidhte krerët e institucioneve të vendit. Mirë, por në rastin konkret, ndërsa fituesi ka të drejtë dhe mundësi ligjore dhe juridike të formojë kryesinë e kuvendit dhe të formojë qeverinë, nuk ka të drejtën e tij të zgjedhë presidentin e vendit, kreun e shtetit. Kjo sepse gjykata kushtetuese ka vendosur kështu. Kushtetuta nuk e parashikon një klauzol të tillë. Gjykata kushtetuese për mendimin tim ka vendosur me ndërhyrjet e të huajve ose me ndërhyrjet e atyre njerëzve të cilët politikanëve apo njerëzve të fuqishëm të cilët kanë dashur ta krijojnë këtë ngërsh, kanë dashur që Kosovën ta fusin në një qorë sokak, në një rrugë pa krye, me qëllim që të provohet teza serbe sipas të cilëve Kosova është e paaftë të vetë qeveriset, Kosova është e paaftë të krijojë institucione, Kosova është e paaftë të merret vesh politikisht me njëri tjetrin, ndërkohë që në demokraci është krejt e natyrshme që opozita dhe majoranca të mos pajtohen dhe demokracia kështu funksionon.
ndërkohë që në gjykata kushtetuese ka bërë këtë artific, të cilën për mendimin tim u kanë imponuar, ndoshta këta pa dieni e kanë marrë vendimin, por u kanë imponuar ato fuqi të politike, të cilat kanë qenë të interesuar ta fusin Kosovën në një ngërshtill, në një serial të tillë zgjedhjesh dhe të krijohet imazhi dhe perceptimi të cilin e kanë përhapur serbët gjithandaj nëpër botë prej 100 e ca vitesh se shqiptarët janë të paaft qeverisë. Kjo është e gjitha. Dhe fatkeqësisht shqiptarët, antarët e gjykatës kushtetuese saktësisht, nuk kanë dashur të gjykojnë në këtë sens. Nuk kanë dashur të dinë ose nuk kanë patur aftësinë të kuptojnë se e gjitha kjo që po bëhet, pra ky vendim që po merret prej tyre, do të çojë në një ngërsht dhe një krizë të tillë e cila sot ne e shohim prej gati 2 vitesh, që Kosova funksionon si shtet, por funksionon me institucione jo legjitime, jo të zgjedhura, jo të pranueshme, pavarësisht se fituesi e ka të drejtën ta bëjë këtë. Është paradoksale dhe njëkohësisht e dhimbshme. A do ishte më e thjeshtë sikur zoti Kurti, le të themi, duke qenë se është kryeministri i vendit dhe gjithmonë kryeministri i vendit kërkon që vendi të ecë përpara, të thoshte që shiko, presidentin ta zgjidhim bashkarisht dhe nga 5-6 emra që sjell opozita të votoj njëri. Pra, t'ia linte opozitës në dorë dhe pastaj të gjykonte populli i Kosovës mbi cilësinë që opozita të zgjidhë një president. Unë mendoj që këtë e ka bërë zoti Kurti, spaku nga pikpamja e vokabularit, nga pikpamja e retorikës, ai ka thënë gjithmonë që na duhet një president konsensual. Dhe ai ka thënë se Kosova nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Ai u ka kërkuar, sidomos Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të propozojë një emër neutral. Çfarë do të kuptojmë me emrin neutral? Në media shoh vazhdimisht emrin e Fatmir Sejdiut, për shembull, si një kandidaturë shumë e përshtatshme edhe për Kurtin për të qenë presidenti i Republikës Kosovës. Por Fatmir Sejdiu dihet që ka qenë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ka qenë një nga pasuesi më dinjitoz i Ibrahim Rugovës edhe si presidenti i Republikës Kosovës. Dhe derisa Kurti pranon një figurë të tillë, do të thosha të kalibrit të Sejdiut, sepse Sejdiu me dienin që kam unë nuk ka mundësi të ushtrojë sërish detyrën e presidentit të Republikës, do të ishte një mrekulli sikur ai të ishte presidenti i Republikës. Por kam përshtypjen që nuk është e mundur të ndodhi kjo, jo edhe nëse ekziston vullneti politik, por fjala është për një figurë, për një staturë të tillë siç është figura e presidentit Sejdiu. Dhe derisa Kurti pranon figurat të tilla të këtij standardi, do të thotë që është përgjegjësi e partive politike, në rastin konkret e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të propozojë një emër të tillë, një emër i cili të përfaqësojë me dinjitet shtetin dhe njëkohësisht të jetë i paanshëm. Pse duhet të jetë i paanshëm presidenti i Republikës së Kosovës? Duhet të jetë i paanshëm sepse Kosova ka nevojë për reforma. Dhe presidenti i Republikës, nëse është i paanshëm, do të bllokojë reformat të cilat janë të dëmshme për vendin dhe në shkeljet e kushtetutës së vendit. Por nuk do të ndalonte dhe nuk do të bllokonte reforma të cilat janë të dobishme për Kosovën dhe nuk shkelin kushtetutën e Republikës Kosovës. Një president partijak i opozitës, ai do të bëhej bllokade vazhdueshme reformave të qeverisë dhe përpasoj Kosova do të vendnumëronte. Nuk do të ecte përpara me reformat e saj, sidomos me reformën në drejtësi. Kosova ka nevojë të uluritse për një reformë në drejtësi. Mos harroni, janë shpëbler 1 hektar tokë nga zyrtarët e Kosovës, nga zyrtarët e lartë, nga politikanët e lartë të Kosovës në periudhën e viteve 2015 me 300 euro hektari dhe është shitur me 500.000 euro mbas pak javësh, sepse
ai që e ka bler ka ditur projektet se në atë territor do të kalojë për shembull një autostradë. E ka bler para fillimit të autostradës me qëllim që kur të shpronësoj shteti, sërishmi shtetit t'ia shesi me një çmim 1000 herë apo më shumë se 1000 herë më të madh se sa e kishte bler para 2 javësh. Ky është abuzim i hapur me pushtetin, ky është abuzim i hapur me pozitën që të ka dhënë dhe me besimin që të ka dhënë qytetarit. Ky abuzim duhet ndëshkuar, por kjo ndëshkohet vetëm nëse kemi një reformë në gjyqësor, dhe kjo reformë gjyqësor duhet të veprojë, duhet që pasuritë e paligjshme, pasuritë e pamerituara, pasuritë e marra nëpërmjet korrupsionit apo nëpërmjet shfrytëzimit të postit zyrtar, të sekuestrohen, minimumi të sekuestrohen, edhe nëse nuk do të ketë dënime. Mirë po, kjo punë bëhet vetëm nëpërmjet reformave në drejtësi, dhe nëse nuk bëhet kjo reformë në drejtësi, atëherë programi politik i fituesit është i pazbatuar, dhe nëse nuk zbatohet programi politik do të thotë që premtimet që fituesi ju a ka dhënë qytetarëve të Kosovës të mos realizohen. Mos realizimi i premtimeve nuk dëmton vetëm fituesin, forcën politike, subjektin politik, i cili ka premtuar dhe dëshiron të bëjë diçka, por dëmton në radhë të parë interesat e shtetit të Kosovës, interesat e qytetarëve të Kosovës. Për këtë arsye, unë mendoj që Kurti ka shumë të drejtë kur kërkon një president neutral, një president i cili nuk miraton çorazi me sy mbyllur reformat e qeverisë, por edhe nuk bllokon për shkak të ndikimeve politike ose partijake këto reforma. Kjo është krejt e arsyeshme dhe këtë po bën zoti Kurti për mendimin tim së paku në diskursin e tij. Unë nuk e di se çfarë ka brenda tij zoti Kurti, por deri më sot nuk më ka rezultuar që ai të ketë thënë diçka ndryshe dhe të ketë shfaqur diçka tjetër brenda vetes në veprimtarinë e tij praktike.